Audio Jungle. Përshëndetje dhe mirë se po takohemi si çdo ditë tjetër, edhe kësaj here me mua Diora në Dita me ne, edhe sot si çdo herë tjetër do të mundohemi që së bashku të kalojmë qaste sa më të këndshme, sa më pozitive, sidomos me të ftuarat që i kemi sot. Sot faktikisht do të flasim për një projekt i cili po bën bujë sidomos në gjimnazin Sami Frashi. Është fjala për projektin mbi forcimin e vlerave humane që po bëhet në bashkëpunim me Kryqin e Kuq. Unë kam nderin se sot të kem të ftuar profesoreshën Arbenita Vokshi Dobruna, pikërisht nga gjimnazi Sami Frashi, e cila do të na tregoj pak më shumë edhe rreth projektit edhe realizimit të ti. Faleminderit shumë Arbenita, përkundër edhe kohës edhe angazhimeve edhe si profesoresh, por edhe njëkohësisht edhe si vullnetare, po themi tashmë, dhe ke gjetë kohë pak a shumë që më na tregu edhe neve se për çfarë po bëhet fjalë. Faleminderit sfari për ftesën. Promovimi i vlerave humane është projekt i Kryqit Kuq. Në kuadër të saj jemi duke marrë pjesë dhe ne si shkollë. Është hera e dytë, pra që po marrim pjesë. Vitin e kaluar kemi qenë si fitues të vendit të parë. Këtë vit kemi 4 projekte të cilat i kemi realizuar, ka gati se më shumë se 2 muaj, duke punuar rreth këtyre projekteve. Njëri, do të thonë, i kemi 2 projekte që janë në aksion në komunitet. Një tjetër është në aksion interkulturor, edhe një tjetër është aksioni kundër dhunës, për cilën edhe sot kemi ardhur të flasim. Është një projekt të cilën nxënësit kanë shprehur vullnetarizmin e tyre të krijojnë një film apo të xhirojnë një film që ka të bëjë me vetëdijsimin e gjeneratave të reja kundër dhunës. Pak a shumë edhe juve si profesoresh në këtë rast, ju ka ndihmuar po besoj edhe kjo puna, sidomos në Kryqin e Kuq, sa ka qenë sfiduese, ndoshta në fillim edhe sa jeni adaptuar mandej? Po, normal, është kjo një sfidë për ne, për arsye se kemi punë shumë me nxënës në shkollë. Përveç tyre tash edhe një punë shtesë, po themi në thojza, se e di që e bën edhe me kënaqësi. Po, kjo është shtesë, por e kemi bërë me gjithë shef. Tani jemi ne si diseminatore të nxënësve që i kemi përzgjedh në shkollën tonë, i kemi nxënësit prej klasës së 10, janë 30 nxënës, të cilët kanë qenë të gatshëm për çdo gjë që kemi kërkuar nga ata, por për çdo gjë ka qenë edhe ide e tyre që të bëjmë mirë për ata që kanë nevojë, për ata që për vetëdijsimin e tyre e gjithçka. Po, sa janë të interesuar ndoshta nxënësit e gjimnazit në këtë rast për iniciativa të tilla, sepse përmend ndoshta edhe pak edhe ndoshta orari shkollor, detyrat, mundet me qenë nganjëherë edhe të lodhshme, mirë, po që po shihet që po ka interesim edhe për iniciativa të tilla. Në fillim e kemi pas problem që të përzgjedhim, sepse kanë qenë shumë vullnetar, kanë pas dëshirë të jenë pjesë e Kryqit Kuq, mirë po e kemi pas numrin e caktuar. Përkundër sfidave që i kanë pas teste, detyrat të ndryshme, sepse gjimnazi qysh është edhe Sami Frashi, do të thonë, është shkencor edhe kanë punë shumë, detyra shumë të mëdha edhe kanë më vështirë, mirë po e kanë gjetë kohën. E kemi gjetë kohën edhe pas orarit mësimor, edhe e kemi bërë të gjitha aktivitetet. Për mbledhjen e donacioneve, do të thonë, 4 grupet janë marrë me aktivitete ndryshme, kanë organizuar turnire të ndryshme për mbledhjen e fondacioneve, të cilat i kemi shfrytzuar për ndihmës dikujt tjetër. Po, e përmendet që pak a shumë kanë qenë edhe idetë e nxënësve dhe ato që janë marrë edhe ndoshta janë shqyrtu. Sa është e lodhshme kjo puna, ndoshta deri tek finalizimi dhe sa kohë pritet me u përfundu krejt si projekt, si garë, ndoshta po themi? E kemi edhe 2 javë, ndoshta, që do t'i finalizojmë të gjitha projektet. Një projekt e kemi një marrëveshje me qendrën burimore për parimi, në të cilën kemi bërë marrëveshjen për të shkuar çdo javë nxënësit e gjimnazit në qendrën burimore për parimit të bëjmë aktivitetet ndryshme atje me nxënësit që i ka ajo shkollë. Tjetri projekt është që në shkollën Afrim Gashi në Hajvali kemi vendosur që të krijojmë një dhomë burimore. E kanë mësuesën mbështetje dhe krijojmë një dhomë më adekuate për ata, më të përshtatshme, kemi vendosur t'ua bëjmë më atraktive një klasë. Aksioni interkulturor i kemi bërë 4 aktivitete me to.
Dhe më thonë, aktiviteti I parë ka qenë mësimi I gjuhës turke nga nxënësit e paraleleve me nacionalitetin shqiptar. Kemi pas ekspozimin e veshjeve kombëtare, si nga shqiptare edhe ato turke, edhe aktiviteti tjetër ka qenë pasurimi I bibliotekës së shkollës me tituj librash turk. Një aktivitet tjetër që ka qenë në bazë kësaj, I kemi pas edhe një vizit në kopshtin Azure, që është kriju nga organizata dhe Ideas Partnership. Ajo është organizatë që ka të bëjë me voluntarizmin për arsimin, shëndetin e të gjithëve, sidomos për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Po, Arbenita, e dim që ndërsa sidomos ke puna vullnetare dhe nxënësit munden me përfitu në këtë rast nxënësit e gjimnazit, Sami Frajshe, dhe ata janë përfitus. Cilat do të ishin disa prej këtyre benefiteve që I sjell pikërisht kjo puna vullnetare, ky bashkëpunimi ndoshta edhe me kryqin e Koq, po edhe me nxënës të tjerë bashkë, edhe me juve stafi ndoshta po themi. Përveç të gjitha të mirave që ata kanë përfitu, unë po them e kanë fitu një krijim të empatisë ndaj jetës secilit qytetar që jeton, dhe më thonë, të qendra përparimi e kemi pa ata fëmijët me nevojat veçanta dhe këta kanë përfitu se si të mësohen, si të sillen me ata. Që padyshim edhe kjo pjesa që e përmend edhe empatia, mirë po padyshim edhe socializimi ndoshta mes vetes, sepse ndoshta e dini më mirë edhe jo se I keni afër nxënësit, edhe ndoshta mundeni me na kallëzu pak edhe nga përvoja juaj si profesoresh me ta se në çfarë niveli ose ku janë sot nxënësit tonë. Në shkollën tonë pra vinë nga të gjitha lagjet e kryeqytetit, edhe tash kur janë kriju këta 30 nxënës në një grup, është bën një socializim ndryshe. Mandej edhe kur jemi dalë në për vendet ndryshme, është kriju edhe një socializim më shumë. Dhe më thonë, kjo është një përparësi shumë e madhe për ata që kanë qenë antar vullnetar të kryqit të Koq. Po, këto lloj projekte zakonisht bën vetëm për klasë 10 apo ka edhe për klasë të tjera? Apo është vetëm për klasë 10 këtë vetë? Zakonisht, po bëhet me klasë 10, për arsye se duke shku sa më lartë, po janë obligimet më të larta. Tu fillu për shembull prej klasës 12 që po kanë angazhime shumë, me maturë, me test maturës e çdo gjë më shumë, këta klasa 10 janë pak më të lirë gjatë kësaj kohe edhe më energjika. Po ashtu edhe na kanë thonë me I përzgjedh. Po, me cilat klasë jetash për tash, Arbenita? Për momentin jam me klasë 10. Se këta I ki kështu në shyrtim. Po, I kam krejt, këta nxënës janë të mitë, dhe me thonë I kam pas prej fillimit, edhe tashmë edhe jemi bo sikur shok e shoqe me ta. Padyshim. Lidhur me këto projekte. Padyshim dhe ndoshta kjo afërsia që e krijoni edhe me nxënësat është mandej mjaft e frytshme edhe me ta dhe me pa edhe rezultatin. Po ndalemi pak te filmi që na mandej edhe me nxënësit kemi me pa pak a shumë pak sekuenca, po besoj që edhe juve ju ka ra me pa dhe ndoshta pak a shumë me I dhonë disa prej mendimeve tua, kështu atë ka pëlqyer si ide, si ka qenë ndoshta? Qyshe tash edhe ma herët idetë kanë qenë të nxënësave. Edhe tash kur kanë bë takimin për çka kanë me bë gjatë këtij projekti, ideja e parë ka qenë xhirimi një filmi. Mandej një ide të ndryshme I kanë përmbledhur dhe kanë ardhur deri tek ajo përmbledhje e filmit, është një rast shumë I mirë, një film shumë I mirë që mundet me I vedisu fëmijët e kësaj moshe, kësaj gjenerate, të cilët shoqëria keqe, dhuna, po mbizotron, do me thonë, në shoqërinë tonë, I vedison ata. Mu më ka pëlqyer shumë, përkundër faktit që ka qenë hera e parë që kanë xhiru një film ata edhe kanë aktru. Përveç njërës që e kemi si aktore dhe të mëhershëm, është Hana Limani, ajo e ka bërë regjisurën, e ka bërë editimin edhe gjitha. Për ma shumë flasin ato vetë edhe që e kanë lujtë. Po, Arbenita, po të falenderoj shumë që ke qenë prezentën, po të ftoj edhe kur do që je I lirë, padyshim që më na tregu edhe rreth përvojës si profesoresh, ndoshta sepse e dim që ke shumë çka me shpalosë, se sidomos kur është fjala për gjimnazin Sami Frajshi, që është një ndër më të mëdhenj po themi që I kemi në vend, kështu që faleminderit shumë për kohën, edhe po shpresoj që kemi u taku edhe herave të tjera. Nëse ke diçka për fond, padyshim që kemi kohë edhe për çfarëdo sugjerime, mesazhe.
Faleminderit juve që na keni ftu, faleminderit, unë kisha dashur të me falenderu drejtorinë e shkollës që na kanë mbështetur rregullisht, kryqin e Kuq që për çdo gjë na kanë mbështetur, na kanë ndihmu, si për transport, si për gjëra të ndryshme që kemi pas nevojë. Faleminderit nxënësave që kanë qenë gatshëm për çdo gjë. Faleminderit edhe ty dhe njerë. E na shkëputemi për pak edhe mandej kemi intervistën me nxënëset e gjimnazit Sami Frashit, të cilat që shëta dhe profesoresha Arbenita e kanë realizu vetë filmin e ne mëzi po presim që me shpalos pak edhe për juve. E po rikthehemi që shë lajmërume dhe ma heret me nxënëset e gjimnazit Sami Frashi. Këtu i kemi Hanën, Medinën edhe Delvinën. Ajo ka poha? Jo, okej, mirë, fillojnë. Mas pari, sepse ne patë mundësi pak me bisedu me profesoreshën Arbenita dhe me na elaboru pak a shumë edhe rreth projektit, e që bëhet fjallë për një film. Apo, Hana? Po. Ka zona pak deri kur erti ideja, ose kujt ishte ideja faktikisht për me bo një film, sepse ne kemi pas rast edhe ti kemi edhe shkollat e tjera, po faktikisht nuk e kemi ndëgju që dikush ka bo film rreth këtij projekti, kështu që po na vjen mirë që keni ndërmarrë këtë iniciativë, po ndoshta fillimisht më na tregu se kujt ka qenë si ide. Po, si ide na grupi jonë, dhe më thonë që e kemi kundërdhunës, kemi pas me bo disa projektet ndryshme, ku në fillim kemi pas shumë ideja se qysh me shfaq dhe me thonë dhunën ose me parandalu dhunën. Njëra për ty në ka qenë edhe ideja me bo një film, ku mëse edhe një aktore në ka përshtat edhe pak ma shumë. Ke motivu, a? Po, e ke motivu. Mas ne kemi thonë, okej, për bojmë filmin, edhe ja kemi njësë nxënësat vetë, dhe me thonë, këtë të e bo filmin. Okej, qëfar tematike që dhe në përmendi Hana që kundërdhunës, po na tash edhe në qose mundet edhe regjia me ndo pak edhe me neve dhe me shikusit pak sekuenca të filmit ndërkohë që na flasim. Medina, Delvina, cila po doni, e kujt nështë ka qenë si ide për me bo filmin? Mëj me thonë që u konë ma shumë, jo ma shumë, po pjesë e jam janë si iniciativë për me bo filmin, edhe pse grupet, antarët e grupit kanë kontribu shumë për idejat ndryshme, por ma të bashkëbisedime rëmë dakord që për me marë filmin si ide për projektin tonë, si mënyrë dhe me thonë ma adekuate dhe ma përshtatshme për generatat ma të reja dhe moshatarë tonë që për mu vetëdisu ma shumë që dhuna nuk është zgjidhje për asnjë problem. Patjetër, sa ka zgjatë ndoshta krejt me përfundu realizimin? Realizimi i skenarit, do më thonë ka qenë ndoshta një javë, që kena majtë takime ka një orë çdo ditë, por i kena pas vetëm 3 ditë për me e gjiru filmin, edhe pse ditën e parë kena majtë veç prova. Ditën e parë ka qenë veç prova. Qysh keni kalu tani në prova? Mirë, Provat kanë shku shumë mirë, do më thonë i kemi këtë aktorët i kemi bo bashkë, mi bo ato, edhe s'kenat për 2 ditë u do fmi kry. Do më thonë për 2 ditë e keni gjiru një film. po. Okej, kështu që jo për të ardhur që e pas një vendosë me çka keni mu marë, që se vise ja keni fillu me bo filma në këtë mosh. Ndoshta me na tregu pak për përvojën e secilës, sepse e dim që ndoshta krejt nuk e përjetoni njëjtë, apo? Ajde, Hana? Si të ka ra dhe më herë ndoshta në setet xhirimit kështu. Ky set i xhirimit ka qenë pak ma ndryshe pej tjerve, se normal u dosht edhe mju përshtat standardeve që i kem pas për me xhiru filmin, ku filmin kem xhiru vetëm në telefona që kemi mujt, po prap se prap mendoj që ka dalë film super fantastik. Përvoja jam ka qenë shumë e mirë, se kemi qenë shok, do me thonë shok që këtë aktorët që kanë marrë pjesë. Xhirimet kanë qenë shumë të mira, gjithë kemi qenë ose të vona e hajgare ose diçka që mos me pas naj si atmosferë ma të zëmt ose diçka që ka mujt me ndiku edhe te naj aktor për mos me... Se një përla, a? Jo, për mos me përformu keq, do me thonë jena mu nuk krejt me jep maksimumin ton për me na dalë skenat sa ma mirë. Po, për ty, Medin? Ka qenë një eksperiencë që ma ka plëcu vitin shkollor, me thonë. Ka pas sfida gradualisht, po ato i kena të kalu me knatësi, se dhe kena qenë shoqni, do me thonë, shumë e mirë, jena knaq krejt bashkë, edhe mu ka dogë veç si moment që i paharrushëm, që shë thashë edhe ma herët. Po, a ka qenë në rapor juve dyat që keni marrë pjesë në film? Jo. Të në pedim. Okej, keni marrë pjesë edhe herave të tjera?
Në shfaqe, po. Okej, në shfaqe. Qysh ka qenë për ty, Delvina, ndështa? Për mu, u kun shumë argëtuse për me bo filmin, se gjithë dasht me bo një film adhen, po edhe ka qenë pak stresuse, se one si lidere e grupit ton të Kryqit Koq, u duft one mi siguru, do me thonë, mu marrë vesh me të gjithë, mi gjithë aktorët, edhe mu siguru që kryet filmi për 30, do me thonë, ka qenë edhe pak stresuse. Por që në fund ja keni dalë, dhe filmi është finalizu, ne mundemi me po edhe paka shumë edhe sekuencat ndoshta të filmit. Cila ka qenë ndoshta ndë një skenë që ju pëlqen pak ma shumë atë? Skena që mu më ka pëlqy më shumë. E se po keshti? Ka qenë... A pas ka naj skena aty që se dina? Jo. Ko shumë interesant. Okej. Cila ka qenë ndoshta ma e pëlqymi apo të? Mu skena që më ka pëlqy më shumë të mi gjiru, kanë qenë ato jashtë, sepse edhe kemi pas mundësi mu vesh që shkemi qef, edhe i nakon jashtë, edhe nuk konë atmosferë pak ma e mirë, por mu normalisht më pëlqen skenat që kum dollë one, dhe që kum kalzu pikat e karakterit tem, dhe më thonë që ato. Okej, cila kanë qenë pak më të vështira? Ma të vështira e kemi pas një pjesë ku, do me thonë, Zona, karakteri jam që e luj one, ka qenë shumë ekstra ngarkume prej kejt shëshnis edhe kejt gjëra që në kanë të ndohë, do me thonë asoj, edhe për një moment veç ka shku në banjo si me vroll edhe ja ka fillu me qojt, ku kejt ato lëtin konë, do me thonë, dëvërteta, edhe ka qenë pak ma sfidusa, abden me shti vetë me kojt për me dole, adin sa ma mirë në film. Okej, se një pyetje që ja bojnë shpesh aktorëve që shkoni ka shlet, që shkoni ona ka shlet? Ka mendojnë, a i sa në të kjesë që ndodhët? Po, ta është, keti kanë mënyrat e veta, për shembull në filma pak ma të ndaj që janë, e di që më përdorin edhe si props. Si stimulus. Po, si stimulus që mi shti me kojt ata, po më për vete nështë ta vish menoj në isen. Nështë ta menoj në isen vish pak ma të mërzitshme edhe veç koj. Okej, veç kojnë. Jo, a e keni problem me kojt kështët? Si kena provuar. Jo, qa role keni pas? Se përmendi Hana që ka pas rolin e Zona. Zona, po. Unë e kum pas rolin e Tringës, pra shoqen e ngusht Zonës. Unë e kum pas rolin e Dinës, që më konë bullizusja kryesor që është në shoqni Zonën. Okej, a jë ndo kështu rolet paka shumë rreth karaktereve që i keni pas, apo s'kanë? Jë ndo ma shumë, rolin kryesor u duf me Japonë, se ka mas shumë të eksperiencë, po rolet e tjera i kena ndo me pamje ma shumë, se cila u përshtat, kush u përshtat më mirë. Ma shumë. Hana pas ka pas rolin e protagonistës këtë rast, ke qenë e bullizuar, apo jo Hana? Apo qëfar personazhi ki? Po, qëllimi i filmit ka qenë që me shfaq dhe me thonë adhunën, që me dolje dhe mesazhet e tjertë për qysh me parandalu dhunën ose bullizmin ose kej qka hen dhe me thonë të dhuna që ndikën të dikush në mënyrë emocionale, fizike ose psikologjike. Tu dosh me parandalu këto, ku e kemi shfaqë në film dhunën që bëhet në shoqni më shumëti, ku njëra për vojzave ndikohet nga një shoqni e keqe, se tam, edhe aty është shfaqë, dhe me thonë, ku, si me thonë, dhuna po shfaqet te one përmes një shoqnies pak ma devijume, ku shihet, dhe me thonë, vret krejt transformimi i zonës, si me thonë, fillim që ka qenë një vojzë ketë ndryshe dhe pas asoj dhunës, me thonë, edhe pak psikologjike që i ka ndodhë asoj të nejtë me një shoqni jo të përshtatshme me të, normal që kam indikuar dhe asoj shumë, edhe është shfaq do me thonë ketë transformimi i soj gjatë tër filmit. Po, e keni ka mjaftueshëm po themi një temë që i prek sidomos moshën e ju, në këtë rast moshat më të reja dhe që është hala aktuale edhe në vendin ton. Apo besoni që do t'ju bëjë edhe kjo ndoshta edhe triumfuese edhe kësaj here, apo ç'është janë pritshmëritë e juja? Pritshmëria jam është që me mujtë sa ma shumë mi vetëdisu, do me thonë, gjeneratat ma të reja, si dhe më shatarë tonë që
dhuna seriozisht nuk është sa një mirë që bëhet pavarësisht çështjes ose aspektet, nuk është zgjidhje për kur gjë. Do me thonë, veç e kam unë për mi vedisu ma shumë njerës, në mënyrë do me thonë ma të lehtë dhe ma të shpejt në këtë rast me krijimin e filmit. Po, a e vreni ndoshta jo në afer ndoshta shoqërisë ku jeni që ka për shembull tendenca qoftë me bullizu hala ose dikush është i prekur, a e vrehet hala për shembull? Po në shkollën tonë do me thonë vret shumë, nuk është shumë e theksume që kena bo në film, do me thonë për ndodh shumë, ma shumë si në formë tajgareve. A keni qenë ndonjëra për shembull prej e bullizimit, sepse ndoshta krejt gjeneratat ose personat, individat, zakonisht kur janë kështu në moshë ma delikate, janë edhe prej e bullizimit. A keni qenë ju ndonjëherë personalisht dhe ajo ka motivu ndoshta pikërisht ky fakt që me bo dhe filmin? Ta është në varët këtë edhe për personit, se për shumë dë njerëz nuk është mundën me bo hajgare me to se si me bullizu, për nuk është pengon fort. Mu nuk më pengon, ose kur më thonë në qëka tjetër, se menoj që edhe nuk kam nevoj me një tjertë të më kalzo edhe për jetën ta, ose që do që më kanë thonë najhere. Po, ka pas raste ku kom po, do me thonë bullizimit të u shprej, ku na edhe filmin që e kena shfaq, dja e kena shfaq për herë të parë në shkollën tonë, ku e kemi mbledh plot grupe ndryshme të klasave për me ardhë me pa filmin, edhe tash edhe po synojmë me shku në disa shkolla tjera të Prishtinës, edhe me shfaq filmin edhe po ashtë. Jo vetëm filmin, po edhe projektin tonë me tregu, do me thonë, për kundër dhunës. Po, do me thonë pritet me u shfaq edhe në shkollat e tjera. Mu po vjen jashtëzakonisht mirë që ka me u shfaq edhe në shkollat e tjera dhe që e keni marrë këtë iniciativë pa gjyshime i vegjësu edhe gjeneratën e juj edhe moshën e juj, pikërisht kur është fjalla për tema kaq delikate, që është bullizmi, përmendi Hana që është shfaq dje, do me thonë në shkollë, që e kam prit ndështë ata që s'kam pas mundësi me po edhe pikërisht shoqet, po edhe mësimdhënësit këtë rast që e kam pa për herë të parë. Unë mendoj që i ka pëlqy filmi, i kam pëlqy tematikat, kanë qenë disa kritika për çka kena shfaq në film, po në përgjithësi i ka pëlqy filmi. Okej. Ju që keni pa? Ndoshta keni pas në koment qoftë prej familjes edhe prej rrethit që keni marrë qoftë për ndoshta përvojën e ju si aktore. Të familja me kam prit jashtëzakonisht mirë edhe për më vjen mirë që ku mujt mi bë krenar në qëtë aspekt. Edhe për shoqërisë edhe ata nuk është që kam prit shumë keq që me thonë ka pas në koment gacmus të vogël, ama ma shumë formë shakase kam pas. Ama në përgjithësi eksperienca që kom prit prej shoqërisë dhe familjes ka qenë jashtëzakonshme. Po, e përmendet që kjo është një lloj gare që bëhet edhe me shkollat e tjera, sa po pritni që pikërisht me dalë edhe fitues nga kjo garë, duke marrë parasysh që ju keni qenë edhe fitues edhe vitin që kaloi, apo? Unë mendoj që grupi jonë, do më thonë kundër dhunës, normalisht ko me morë ma shumë pikë sa grupet e tjera, se na nuk Sa mendojsh? Se grupet humanitare, për shembull, ata dhurojnë sana për njerëz me nevojë, e na s'është që mundu me bo ato, po mendoj që me qka kemi mujt me bo, kemi bo shumë mirë. E keni bo shumë mirë dhe pritet edhe fitoria, pse jo, ha? Zakonisht të punët vullnetare janë pak edhe paragjykohen, apo jo edhe nga shoqëria dhe nga rrethim, po që po ju shoh që ju jeni shumë të interesuara, qysh lindin ndërsa si ide që pikërisht me u marrë me bashkëpunu edhe me Kryqin e Kuq, edhe qysh erdhi deri te përgjedhja, kanë qenë për shembull mësimdhënësit që ju kanë përgjedhë juve, apo keni shprehë edhe ju dëshirën ndoshta me marrë pjesë? Po, grupi i Kryqit Kuq është, dhe më thonë, viti 2 me ranë që pëmbohet. Përgjedhja është bo prej profave, 2 profat, Ganimeta Hyseni Goshe edhe Arbenita Dobruna Vokshe. Po, është bo përgjedhja prej tyre, ku
Tash, që shmenojë ne i kanë zgjedh nxënësa që kanë më shumë potencial nështë që mu merë me punë të ndryshme të kryqit këtë, se na jemi 3 grupe më të zgjerume. Kemi grupin kundër dhunës, aksion në humanitet dhe grupi interkulturor, ku secili grup i ka projektet e veta dhe temat e veta, ku ketë këto në fund mbledhen dhe na jemi të garu me 13 shkolla të Prishtinës, ku pritër mas ne në fund me zgjedhë dhe me thonë fitusin, e i shohin dhe me thonë ketë projekte që i kanë bo shkollat edhe zgjedhin kush ka Kush ka me fitua? Kush ka me fitu. Ok, a keni qenë shoqë ju ma herët, apo jeni bo tash së fund me kryqin e kohës? Unë me Delvinën jena në klasë, Okej. për fillimit vitit shkollor. Për hanën ara mundësia qëtar do me thonë më bo shoqe, edhe qëtar për qëtar jena shoqe te për të mirat të trijat. Po, sa me ndoni që për shembull keni përfitime, sidomos me punë vullnetare, sepse dim që është edhe një punë e lëshme, mirë po që edhe ju shërben edhe në të ardhmen, pse jo, çka ju ka ndihmuar secilës prej juve, se zakonisht nxënësit që po na vinë, zakonisht po thonë që ose kanë qenë ma të ndrojtura, nuk kanë pas shumë guxim për me folje, mandej kur janë antarësu, për shembull qoftë në kryqin e koqë edhe në organizata të tjera, mandej veç nuk e kanë pas problem. A keni pas edhe ju kështu kësi lloj eksperiencash? Normalisht, na djetë që nuk kena hinë kryqin koqë për përfitimin tonë, po për përfitimin e të tjerëve. Unë kom punu me shumë organizata, do me thonë, të ndryshme. Po, shfala për përfitime që i merë si individ, jo për përfitime materiale. Po, kom punu me shumë organizata të ndryshme dhe më duket është shumë mirë duke është shumë mirë me ndihmu të tjerët dhe shumë gëzosh kur të shetë që jetë të bo diçka mirë për të tjerët. Në më thënë qaj është përfitimi ma i madhë. Okej, për ty. Për Medinën? Unë veç muj me thonë që jëm e lumëtën që bile për moj dikujt me një mu pavarësisht ta fitoj diçka, jo ajo nuk u kanë venime jam edhe kur ja ka fillu puna, veç po du mu kanë gjendje që njerës që nuk kanë za për me fol, bile dikush me fol për ta. Pa tjetër. Po, pikërisht pyetja është tjellu se çka keni përfitu ju si njerëz, apo si nxënëse në këtë rast, përmendet që jeni bo ma empatike, do më thonë, edhe që kjo kujdesja ndaj tjerit po ju bën me undje ma mirë, kështu që për këto lloj përfitime është fjala, përfitime të tjera. Ty Hana, të kanë ndihmu diçka? Tash, po, normal që më ka ndihmu edhe mu, po nështë edhe si njerëz neve në ka jep edhe shumë vlera tjera, do më thonë që shte edhe te empatia dhe nështë në ka shtu kurreshtje neve për, ose interesimi neve për me dosht edhe nështë kur të kryet, do më thonë pjesëmarrja jonë me kryqit kësh me vazhdu akoma, kur gjena ndë një mundësi me mujtë me ndihmu dikojna, e në ka rrit atë interesimin tonë për me bo ato. Po, çka ju kishte thonë për shembull atyre që nuk kanë pas mundësi ndoshta këtë vit me qenë pjesë, mirë po që kanë shpreh dëshirën, a e sugjeroni si eksperiencë? Më duket që kështu keni kalu mirë deri tash. Unë kisha thonë që ja vlen me marrë pjesë në këto aktivitete, se për një me është eksperiencë që edhe të bënd të lumtë edhe të shënu një krenar që për jenë gjendjen me ndihmu dikujt, kështu që për ata që s'kanë mujtë me marrë pjesë, vitin tjetër ju kisha sugjeru që gjithçysh me marrë pjesë. Pa tjetër. Ndoshta tash ka mbet edhe sa kohë deri kur përfundon Krejt Cigar si projekt? Edhe një javë ose 2. Edhe ndoshta mandej keni me pas mundësi edhe me u qasë edhe në projektet e tjera, apo tash për tash është vetëm ky projekti me Kryqin e Koq? Tash për tash është vetëm ky projekt. Okej, kështu që ju jeni të treja në klasën e 10, apo? Okej, a keni naj pikë synimi kështu se çka keni me ndërmarrë ose çka dëshironi me studiu ma vonë, apo sepse për shembull për me studiu dikon me një universitet që doni, sidomos kjo puna vullnetare është një ndër kriteret parësore që kërkohet edhe juve se ja keni fillu, kështu që jeni një hap para, po themi. Apo nuk e mendoni hala se jeni halat nështë treja dhe keni kosa dushë dhe 2 vite. Për punën e studimit e kom menupe që kom qenë e vogël me shku për arkitektur. Okej, pas me arkitekte, a? Po, se kom prirje ti për madhe për artin pamur edhe në artë për gjithësi, edhe arkitektura më duket ma shumë si punë që më nështë me marrë ma shumë përfitime, kështu që qaj është opcioni im,
që jo për arkitektur më marrë me psikologji. Me psikologji. Ani mundesh me i bote dyja, ndështë. Më edhe të dyja, po. Ti Delvin? A ke mendua hala ndështë heret? Po, e kom mendu shumë. Unë kam dëshirë me shku në juridik, gjitha kom pasi se në mi ndihmu të tjerve, edhe jam shumë e mirë në debat. Oke, po vrejet, ta? Anën s'pepës, anë aktorën e kena, apo e ka ndru? Kam edhe nështë menime tjera, po një herë nuk kam në një që jam vendosë në të. Po nështë me ko... Vazhdoj me aktrimin. Me koshien, po. Vazhdoj me aktrimin. Vajza, më falenderoj shumë që keni qenë pjesë, në qëfëse keni qëfar do mesazhi, ose qëfar do sugjerimi për fund, jeni të lira pa dyshe me shpreh dhe me ndare dhe me neve. Vish kisha dasht me thonë që ketë ata që jënë din dhe herë dëbullizum, ose është shfaq dhunat e ta kanë qenë dhunum, nuk është diçka eron që mundën me folë. Për të, po ka njerëz shumë që mundën me ndihmu ata edhe nuk do me thonë që ata të nkohen vetëm me hesht, po ka njerëz që mundën me ndihmu edhe me folë me ta. Patjetër, faleminderit shumë Hana. Faleminderit juve shumë. Faleminderit edhe po ju presim do shta edhe me fitore, pse jo, a? Faleminderit shumë që keni qenë pjesë qika sot e ditës me ne juftojmë edhe herave të tjera, pse jo dhe me ndonë ndërsa përvoja edhe të tjera, jo vetëm nga ky projekt, por edhe gjërat bukra që do të vinë më pas. Faleminderit shumë, ju urojmë edhe sukses edhe në shkollë, sepse ju jeni edhe ndonë se gjimnaziste, apo jo, sepse nuk ju pyta he se që po kaloni me shkollë. Mirë, a? Mirë, po thot Medina. Faleminderit edhe juve shikuesve që keni qenë sot me neve, po shpresoj që edhe ju keni ndëgjuar sidomos gjimnazistët e gjimnazit Sami Frashi në Prishtinë dhe ndoshta sadopak edhe këto kanë ndiku që me zbut edhe me nxit në këtë rast vetëdijsimin kur është fjala për dhunën psikologjike, sidomos ndaj bullizmit. Faleminderit që keni qenë me neve, nga unë Diora, mirëmbëjtje.